mirë se na vjen. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Fakulteti teknik, i madhe i vogël tutet dyqysh. E ka një lloj treme ndaj këtij universiteti apo këtij fakulteti. A është i vështirë ashtu apo është tash kështu? Është me peshën e vet sepse produktet që ne i bëjmë janë profesionistë të fushave të inxhinierisë që në fakt vendi jonë ka nevojë shumë. Dhe inxhinieria janë degë të cilat janë të nevojshme gjithmonë për zhvillimin e vendit. Ma specifikisht unë vi prej fushave të inxhinierisë ndërtimit, që sikur edhe dim, ndërtimi është jashtëzakonisht shumë aktual që 25 vitet e funit. Nuk ka të ndalur. Nuk ka të ndalur. Dhe krejt ky produkt i këtyre inxhinierave që janë e ardhmja këtij vendit, faktikisht edukohen në fakultetin tonë. Do thot, gjithë ata që kanë studiu, kanë përfundu, kanë kalu edhe në master, a e po janë aktiv në kryeqytet, në qytetet tjera të Kosovës, me rreth ndërtimeve, rreth asaj, se vendi ynë, Kosova dihet, e përmendet edhe ju 25-26 vjet prej kohës luftës atje, gjithkohën ka qenë në ndërtim e sipër. Edhe janë aktiv gjitha student që sigurisht kanë kalu edhe përmes duarve tuaja. Padyshim, në shumë statistika që ne ruajmë edhe me kolegët tonë që kanë diplomu, pra ishtë student tani kolegë, inxhinier që janë në tregun e punës, tregojnë për një përfshirje në tregun e punës dhe për punësimin e tyne në mas të gjerë. Bile një pjesë të tyne konsiderueshme, përvojnë gjejnë edhe punë jashtë Kosovës në Evropë dhe të cilët pa kur farë modalitetesh rreth ekuivalentimeve ose dokumenteve shtesë ose provimeve shtesë pranohen në tregun e punës. S'ka të lashe? Jo, prandaj edhe është pesha më serioze edhe peshë më e madhe studimeve. Nështë në momente saktume kur kalon pranë fakultetit do këtë pak i ftoft, për ne po provojmë me bë më të ngratë. Do më thonë, po punoni në drejtim. Se kishë renovime aty, kishë ndryshime, kishë gjana të cilat ndikojnë edhe normalisht në psikologjinë e studentëve aty që me qenë më të kanëshëm edhe me shiu. Exakt. Ku jemi në krahasim me botën? E përmendet që po shkojnë studentë cilët kanë përfundu studimet në UP, po shkojnë edhe unë personalisht një, persona që punojnë si inxhinier ndërtimtarie në për Evropë, po krahasimet e universiteteve sigurisht ju keni bashkëpunime me vende ndryshme edhe ku jemi. Padyshim. Kjo ngjarje për të cilën ne edhe do të flasim shpresojmë sot, pikërisht e prej këtë çështje që fakulteti dhe Universiteti i Prishtinës në strategjinë e zhvillimit kanë ndërkombëtarizimin sa më shumë të institucionet dhe programeve studimit. Është motiv tjetër digitalizimi, që janë dy objektivat më kryesore edhe padyshim rritja e cilësisë. Fakulteti jonë, si pjesë e Universitetit Prishtinës, ka zhvillu dhe zhvillon aktivitetet në ndërkombëtarizim jashtëzakonisht shumë, që sot në kohë reale ne kemi marrëveshje shumë të mëdha me disa universitete nëpër Evropë, disa universitete përtej Evropës, dhe kemi edhe shkëmbim kuadrosh. Do të thonë bëhet edhe shkëmbimi studentëve? Pra, edhe shkëmbimi studentëve, po edhe shkëmbimi mësimdhënësve. Në kohë reale, kur po flasim, ne kemi një program studimi në gjuhën angleze. Do të thonë ka dhe mësimdhënës që shkojnë japin mësim në programet ndryshme të Evropës? Ka, përmes Erasmus+, kemi mobilitet stafit akademik, ndërsa për një program studimit që deshta më thonë që kemi në gjuhën angleze, ne kemi profesor të rregullt që vinë nga Universiteti Kölnit dhe japin mësim në gjuhën angleze aty. Njëna prej tyre. Përndryshe kemi edhe profesor që vinë edhe nga Austria, nga Polonia, nga Italia, të cilët i edukojnë brezët tona të studentëve. E cili shtet është kështu më i njohur në aspektin e ndërtimit, do të thonë sa janë perfeksionuar si popull? Shkollat e Evropës, varësisht prej
kushteve ambientale, pavarësisht prej fenomeneve natyrore, ato fokusohen në çdo branzha më shumë, në çdo fusha më shumë. Për shembull, shkollat italisë janë të forta në fushat e strukturave, në aspektin seizmik, sepse ka seizmik koja shumë. Kanë pas koncentrimin. Eksakt. Shkollat e Turqisë gjithashtu kanë një shkollë jashtëzakonisht duke u forcuar në aspektin seizmik. Më thonë që Universiteti Teknik i Istanbulit është kogja i fort në këtë drejtim që faktikisht ne kemi një profesor të ftuar prej këtij universiteti. Do të jetë pjesë e konferencës. Nesër për 3 ditë do të jetë ai profesor, sikur edhe shumë profesorë të tjerë që do të vinë edhe prej Kanadës e prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, që do të japin kontribut. Ndërsa Evropa, pjesa perëndimore, janë shumë të fokusuar rreth programeve studimit që kanë bëjnë me ambientin, me ndryshimet klimatike dhe me fushat e studimeve për jetën e njerëzit, edhe në këtë aspekt që lidhen me fushën e ndërtimit. Dhe me to kemi marrëveshje, kontakte direkt, shkëmbime studentësh, shkëmbime të stafit akademik dhe shkëmbime të eksperiencave. Në momentin kur po flasim, ne kemi edhe kolegë tonë, janë asistent, që janë me programe të doktoratës, me studime doktoratës në Austri, në Portugali, në Prag, Çeki dhe gjithandej. Pra kjo është një rezultat që në fakt në rajon s'kemi çka kërkojmë, por duhet kërkojmë diku në Evropë. Se kur e përmendet të pjesa e seizmologjisë atje, gjysh japonez gjithë i kam, se e di që atje arrin deri në shkollë e kështu me radhë, ato termetet që ndodhen japonez sigurisht janë ndoshta numër 1 në botë për sa i përket kësaj pjese. Padyshim ne konsiderojmë që Japonia është një territor, një vend shumë atraktiv për seizmikën, për tërmetin, që është një copë toke në mes të detit dhe goditjet nga tërmeti ato i kanë në baza ditore edhe më të shpeshta. Ka pas tërmete katastrofale atje, që me ato fuqitë të tërmeteve që kanë përjetuar ato, kishin ndodhur diku tjetër, kishin pas humbje të mëdha. Ndërsa ato kanë pas humbje për atë goditje jo edhe qaq të madhe. Ata kanë shkollën shumë përgatitur për seizmik. Nikosisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është pjesa perëndimore, kanë institute dhe kanë akademi të fortë. Po, edhe në atë pjesë është e theksuar. Eksakt. Dhe standardet e projektimit dhe llogaritjes të strukturave në ato zona janë shumë të avancume, ndërsa nuk mund me thonë që edhe Evropa nuk i ka, sepse në Evropë ne projektojmë me standardet e Evropës, janë standardet e Eurokodeve, që veçanërisht Eurokodi ose kodi për seizmik është me peshë shumë të madhe, që ne studentët i mësojmë gjatë gjithë studimeve me këto informata. Edhe zakonisht ndërtimtarët janë goxha të rrept, sa i përket seizmologjisë, pjesën seizmike s'dojnë me lëshu pe në ndërtim, se aty është krejt baza edhe vetë një ndërtese. Ju e thatë rrept, ne themi parimor. Po, këtë anën, nëse shumë këtë anën, sa kemi një hëri që jemi laik, të thojmë, i rrep shumë, ashtu polip. Ne provojmë do më thënë një përmbushje të standardet që janë të domosdoshme, sepse në fund ditës kemi edhe një përgjegjësi për popullin tonë, për njerëzit tonë, që ato ndërtimet i bëjmë cilësore që mos të vije puna që në rast të një fenomeni natyror, një tërmeti, mos kemi viktima, mos kemi humbje materiale. A ka qenë mësim në vitet e 60-a, 62-a, 67, nëse s'gabon, s'kujtohet sakt tërmeti i Shkupit? A ka qenë një lloj mësimi në përgjithësi për këtë zonën tonë, Kosovën e rajonin? Eksakt, ne kemi histori të dhenash të goditjeve të tërmeteve në rajonet tona. Thuhet që në 1992 në Prizren ka pas një goditje të tërmetit fort. Tërmeti i Shkupit ka qenë një mësim ose një psim që ato kanë fitu shumë për atij tërmeti figurativisht, nëse muj me e thonë. Kanë fitu sepse kanë fitu institucionet forta dhe kanë fitu shkollime të mëdha në përbot, kryesisht Japoni dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që dhe na jemi shumë afër me ta, pra në afërsi po flasë akademike, dhe kemi edhe 2002 në Gjelan tërmetin në Kosovë që kanë ndodhur, eksakt, edhe atje nuk kemi kalu më smiri, një viktim ka qenë, po edhe ajo viktim ka qenë si rezultati i hudhjes së materialit për nivelit më të lartë. Praktika më e madhe që na e morëm së fundmi ishte tërmeti i Shqipërisë,
i Durrësit në 2019. Praktik tjetër ishte tërmeti i Kroacisë, që me ta jemi shumë afër në 2022-ën, dhe së fundmi ishte tërmeti i Turqisë, në 2023, që ishte me përmasa katastrofike. Bile është një shembull shumë eklatant i ndodhjes tërmeteve në ato zona. Profesori që ka me ardhur nesër në konferencë, nesër deri të premten, do të prezantoj çështjet të goditjeve të tërmetit të asaj zone. Kush mund të marrë pjesë në këtë konferencë? Konferenca ka disa tema. Janë dikun 13 tema, gjithë përfshirëse në konferencë, duke filluar prej ndërtimit, që janë strukturat, konstruksionet, aktivitetet rreth ndërtimeve, menaxhimet, është ambienti, janë çështjet e ujit, janë çështjet e nature-based solution, që janë efektet natyrore ose katastrofat natyrore që mund të ndodhin. Dhe janë fushat e inxhinierisë ndërtimit që ne e kemi organizuar këtë konferencë duke bërë ftesë institucioneve në Evropë dhe në rajon. Pra, pjesëmarrës janë dikun rreth 20 shtete, disa prej tyre, dikun 17 kemi me keynote, dhe janë profesor eminent të fushave respektive. Një profesor që vjen prej Kanadës do të prezantoj projekte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, projekte nga Japonia, projekte nga Dubai, se si rregullohen çështjet e ndërtimeve të larta, që janë qiell gërfishësit, me lartësi të objekteve mbi 100 metër. Edhe ajo do të jetë një temë jashtëzakonisht shumë atraktive për studentët edhe për audiencën. Pra, kjo jo vetëm studentët, po edhe audienca, sepse ne tash kemi edhe Odën e Inxhinierëve të Kosovës, që me ta kemi një bashkëpunim shumë të mirë, dhe ju kem dhënë mundësi edhe Odës që t'i ftoj inxhinierët të ndërtimit, që të jenë pjesëmarrës në këtë konferencë, duke fituar atributet të tyre profesionale edhe të fushave më të ngushta. Kështu që kushdo që është pjesë e inxhinierisë së ndërtimit e ka këtë mundësi me mësu shumë gjëra të mira, e po lidhet shumë se tash e kemi në kryeqytet dhe se ka filluar të ndërtohet një ndërtesë e cila është mbi 40 kaçë mos gabosha. Edhe është në një hapësirë, por na që si na mësu, është në një hapësirë shumë të ngushtë, edhe është në një vend të cilin nuk po mundemi me e pa. Në aspektin që aty fillimisht e paramendon se si mund të jetë një ndërtesë e tillë. A jemi të aftë edhe a kemi vendin me thonë kështu të gatshëm për me pas ndërtesa 40 plus katet? Vendin konsideroj që e kemi. Sepse lokacioni për lokacionit ka ndryshime në kuptimin e cilësive mekanike të tyre ose të performancave të tyre. Ndërsa jam shumë i kënaqur me ju thonë sinqerisht që këto projekte kryesisht i kanë bërë njerëz të fushave tona, kuadrion, që kanë dalë prej studimeve tona. Dhe është pa marrë parasysh, nuk e gjykoj në aspektin arkitektonik, e gjykoj në aspektin strukturor, e gjykoj në këtë aspekt. Mendoj që vlerat tona janë vlerat të shtuara për vendin tonë, kur kemi kuadër që bëjnë edhe dizajne të tilla, që janë konkurruese ndoshta edhe për rajonin. Dhe është një gjë që është ne vlerësojmë shumë pozitive. Sepse për me projektu një objekt të tillë që ka aq lartësi të madhe, duhet shkallësi, dije dhe kompetenca shkencore goxha të thella. Po, që është shumë e komplikuar. Është shumë sfiduese, pra. Është shumë sfiduese, janë shumë parametra, janë shumë variacione, janë shumë fenomene natyrore që duhet me i marrë parasysh, me i projektu që ajo objekt me qenë për 500 vjetë, që ne ju regjistu krejt aty në fenomeneve. Apo vazhdon ende të jetë ai konflikti arkitekt ndërtimtar? Se gjithmonë këta e kanë atë luftën. Në këndvështrimin tonë të inxhinierisë së ndërtimit, ne ju themi arkitektëve që na me ju jemi si mishi dhe thoni, që jemi të pandashëm. Është çështje subjektivizmi i profesionit, po në fakt ne pa arkitekt nuk mund të jetojmë. Dhe ne mendojmë që edhe arkitektët e kanë fatin e lidhur me neve, sepse për me realizu një projekt që është atraktiv, që është modern, që është i mundur për me pas, atëre duhet për mes strukturistit. Që
Diferencat mund t'jenë gjithmonë, po menojmë që ato mund t'jenë edhe në momente caktume edhe subjektive. Dhe më thonë, universitetin e kemi në Prishtinë. Edhe Prishtina kritikuan, po rritet, po zgjerohet, do të thotë për dikën që vjen një herë në vjet, shë çdo herë një ndërtesë e re, çdo herë. Po çu shihni ju si që i takoni kësaj lamie, çu shihni çka po ndërtohet edhe çu po zhvillohet kryeqyteti. Detyra jonë si strukturist është ne merremi me ndërtimet dhe me strukturat. Nuk i japim fort drejt vetes me bë gjykime në aspektin e organizimit hapësirës. Normalisht gjithmonë ka hapësina për komente dhe për kritika, absolutisht. Po në momente caktuara edhe për lëvdata, sepse ka dhe punë të mira. Akoma si qytet kena shumë nevojë për rritje të infrastrukturës, për përmirësim të infrastrukturës, për rritje të cilësisë së jetesës. Dhe kjo është mundësi e hapur gjithmonë, çka është më rëndësi, fakulteti jonë, institucioneve të vendit, domethënë qoftë ministrive, po qoftë edhe komunës Prishtinës, gjithmonë ju ka ofruar një mundësi të shërbimit që nëse duhet analiza të thelluara, nëse duhet studime shtesë, jemi hapur, absolutisht jemi hapur. Ne e shohim të mundshme një rrezik jo vetë gjithmonë te objektet e reja, po dhe objektet ekzistuese që kemi me ma shumë se 50 vite në për qytet. Që duhet me pas kujdes për njerëz që i kemi në ato objekte që jetojnë, që në rast të fatkesive eventuale mund të jenë të rrezikuar ato objekte. Prandaj ne provojmë me i klasifiku dhe bëjmë studime si studime hulumtuese, si projekte shkencore, për zona, për nën zona qyteteve, për objekte të veçanta, për me përcaktuar një kapacitet mbrojtës. A është në rregull apo s'është në rregull? Sa mundet me jetu një ndërtesë? Jetë gjatësi sa mundet me pas? Ma keni bërë pyetjen shumë të mirë, dhe shpesh këtë pyetje diskutojmë me studentët. Në fakt ne kur e nisim objektin na thojmë për shumë vjet, ajo shumë vjet, thojmë edhe insistojmë edhe në 500 vjet. Nuk ka një kufi që kishe mujt me thonë se kaq mund bëhet një objekt. Ne projektojmë objekte të përkohshme dhe thojmë ky objekt ka me qenë i përkohshëm, mund të jetë 10 vjet dhe mas 10 vjetë duhet me disloku për këtë ujtë. Po në fakt ne kur i bëjmë objekte të i bëjmë për shumë vjet. Ajo kur themi shumë vjet është deri në 500 vjet. Ne menojmë deri në 500 vjet. Po jetë gjatësia objektit deri në 500 vjet, normalisht në periudha caktuara duhet investime për riparime, për freskime, për përforcime etj. Dhe menojmë edhe ato që janë marruar me marrë duhet me vrapu me i përforcu. Domethënë, në këtë rast se jam mbaj gajlën komunës Prishtinës, që duhet me hy me i renovu ndërtesat, se ka shumë ndërtesat ishtë Jugoslavisë, kryeqytet për shembull. Që duhet me intervenua me... Pa dyshim me komunën e Prishtinës, ju të regova, ne kemi edhe marrëveshje për shpunime, edhe bashkë me komunën, po edhe me vendin tonë, edhe me qeverinë të armën, na duhet me radhit cilat janë projektet me prioritet të rëndësisë së parë, si vend, monumentet historike që i kemi, nëse ato i trajtojmë si të tilla, na duhet me pas kujdes që ato të jenë stabile, të qëndrueshme, ma ne objektet publike që i kemi janë shkollat, janë spitalet, janë ku mbledhen shumë njerëz, edhe ato duhet t'i kemi të qëndrueshme, stabile dhe të jenë në gjendje t'i përbijnë ose t'i plotësojnë funksionin çfarë kanë, po edhe pse jo edhe zona tjera që kanë objekte banimi shumë, sidomos zonat e vjetra që kanë objekte të ndërtuara në vitet e hershme të 1900-s, domethënë 1918, tutje 1940, që kemi kogja. Se po shoh që erdhëm në fund, po prapë du me u kthy te konferenca e tretë e cila do të mbahet, ku edhe domethënë kur po e dim 15-18, po ku do të mbahet, se ka sigurisht vizitorë që kanë dëshirë me bëu pjesë edhe me presion. Ne konferencën e organizojmë në ambientet të fakultetit tonë. Pra, ambientet i kemi shumë të mira, kapacitet e kemi, dhe në ato ambientet duhet të organizohen prezantimit të ligjëratave. Në ditën e parë të dytë organizohen seanca plenare, domethënë prezantim plenar i përgjithshëm. Në ditën e tretë, me datën 17, organizohen seanca paralele të fushave të veçanta. Që gjithsej konferenca i ka 112-13 abstrakte,
janë punime shkencore, punimet të publikuara deri më tash ose të adresuara tek ne janë diku rreth 50 dhe kemi shumë postera. Po ka edhe aktivitete tjera që janë shumë të rëndësishme si aktivitete shkencore të arritura të njerëzve që i kanë nëpër botë. Nuk bën me ik se lidhet kjo me ndërtimin, e kemi ngjarjen që na ka trondit shumë, është çështja e Iberlepensit atje, kanalit. Në këto raste, pse kemi kaq të rëndësishme? A din se thonë një kanal është sulmu, ka pru ujë, çka është problemi? A mundeni më na shpjegu kjo që me kuptu qytetarët se ku ka qenë rrezikshmëria e asaj që ndodhi në atë kohë? Në fakt ne të fushave tona që jemi inxhinier të ndërtimeve, themi që shteti ka objekte me interes të klasit të parë, 2, 3. Objektet që janë vitale në rast të emergjencave të mëdha janë korridoret të transporteve, janë furnizimi me ujë dhe furnizimi me energji elektrike. Ne këto objekte trajtojmë si objekte të rëndësisë së parë, ose objekte të rëndësisë së veçantë. Sepse uji është i domosdoshëm për jetën e njeriut, energjia elektrike gjithashtu, ndërsa dhe këto janë me prioritet numër 1. Prioritet numër 2 ose prioritet më tutje janë objektet publike që janë spitalet. Janë spitalet, janë të domosdoshme dhe ato nuk mundesh me trajtu ndryshe. Dhe ne themi që qeveria në të ardhmen, veni jonë, duhet bëj kategorizimin e objekteve me prioritet të rëndësisë së veçantë. Dhe ato objekte që janë të rëndësisë së veçantë duhet edhe masa mbrojtëse të veçanta, preventiva të veçanta, ose backup-et të veçanta. Sepse edhe backup-et e veçanta për rast të krizave ose emergjencave shërbejnë më së miri për popullatën. Prandaj kanali Iberlepensit ka një praktikë që mund të themi që ne si fakultet ju kemi ofruar institucioneve çfarë do që të ka nevojë ju dalim në ndihmë, po nuk na kanë ftu sepse i kanë rregulluar në kohë reale dhe që është më së miri. Kanë intervenuar shumë mirë, kanë angazhuar njerëz të fushave tona që i kanë bërë propozimet edhe kanë sanuar në kohë rekord atë segment të kanalit. Po gjithmonë mundësia është e hapur që një rrezik i tillë prapë mund përsëritet eventualisht. Ne shpresojmë që kur jo, po paramasat duhet edhe preventiva duhet gjithmonë. Zotë Graqelsi, faleminderit shumë, ishte kënaqësi që kishim. Nesër që themi kështu, ta keni për këto ditë të mbara dhe me plot sukses aty normalisht me shumë vizitorë se ja vlen që të jem qytetar. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi për mua, ndërsa është rast i mirë që të paraqesim në mediat e vendit tonë, institucionet publike, akademike, universitare, që edukojnë brezet të cilat qeveria pagun për to. Dhe i kanë gratis studimet, ndërsa marrin performancat të jashtëzakonshme. Kjo është një diçka e mirë që t'ju tregojmë edhe gjeneratave të ardhshme të vendit tonë. Ishte kënaqësi për mua, faleminderit shumë. Faleminderit. Derisa e përcjell